Spektakli i së shtunës në Big Brother VIP Albania 4 solli një moment të bujshëm për Eglin, e cila ishte e ftuar në studio pas largimit nga shtëpia. Teksa diskutonte për eksperiencën e saj në reality show, produksioni i përgatiti një surprizë as pak të këndshme, një klip që zbuloi detaje shokuese mbi marrëdhënien e saj me Gjestin. Fillimisht, në pamjet e transmetuara u shfaqën momentet e ëmbla mes dyshës, me deklarata dashurie dhe afrimitet të ndërsjellë brenda shtëpisë. Por më pas, klipi mori një kthes dramatike, duke zbuluar një tjetër anë të Gjestit. Në një rrëfim privat në dhomën e rrëfimit, ai shprehej: "Kur të dal nga këtu, do të zhdukem, s'do të mi shoh sy. Nuk e di si e ka paraprir kjo, unë në Prishtinë e kjo në Tiranë s'mundem me dash." Kjo deklaratë tronditi jo vetëm Eglin, por edhe publikun dhe opinionistët, duke ngritur pikpyetje mbi sinqeritetin e ndjenjave të tij. Kontrasti mes fjalëve të tij brenda shtëpisë dhe atyre në rrëfimet private ka ndezur një debat të madh në rrjetet sociale, ku fansat po diskutojnë nëse marrëdhënia e tyre ishte e vërtetë apo thjesht një strategji loje. A ishte gjithçka një lojë nga ana e Gjestit, apo ndjenjat mes tyre ishin të sinqerta? Kjo mbetet për t'u parë në